Mund të fillojmë? Pas muaj të shejt Ramazanit, erdhi Fitr Bajrami, urime e përhajr, Bajrami i madh të gjithë besimtarëve, të gjithë shqiptarëve, një festë e gëzuar, e cila njëkohësisht na i përkujton vlerat e solidaritetit, të sakrificës, të ndihmës që duhet të japim për ata që kanë më pak, që ndodhen në kushte më të vështira. Si çdo vjet, edhe si vjet, si për çdo Bajram, vizitën e parë e bëjmë te Myftiu Naim Tërnava, te kreu i Bashkisë Islame të Kosovës, këtu në selinë e tyre në Prishtinë, për t'i falenderuar për angazhimin, punën, rolin, kontributin edhe aktual edhe historik. Si vjet janë bërë 30 vjet, prej se unë njihem personalisht me Myftiu Naim Tërnava dhe unë asnjëherë nuk e harroj kontributin e tij si udhëheqës i medreses Alaudin, ku mbaheshin atë botë aktivitetet e shumta shoqërore dhe kombëtare në kuadër të rezistencës sonë. Gjithashtu sot kujtojmë edhe 37 hoxhallar, imam, shejt që ranë dëshmor në luftën çlirimtare. E falenderoj Myftiun Tërnava për bashkëpunimin që kemi me programet e ndryshme për paqe sociale, për mirëqenie qytetare, me shoqatën Bereqeti dhe jo vetëm, dhe njëkohësisht shprehi zotimin ton që do të bashkëpunojmë gjithnjë më ngushtë e më shumë edhe në të ardhmen. Edhe një herë urime e gëzuar Fitr Bajram.